fëmijët në Kosovë kalojnë shumë kohë online dhe janë të rrezikuar nga dhuna dhe bullizmi digjital. Fëmijët në Kosovë kalojnë mesatarisht mbi 3 orë në ditë në internet, kryesisht për argëtim dhe komunikim, ndërsa përdorimi i teknologjisë për mësim dhe zhvillim mbetet i kufizuar. Kështu ka deklaruar Blerta Aliu Ahmeti nga Iniciativa për Fuqizimin e Arsimit. Sipas saj, përdorimi i lartë i internetit po shoqërohet me rritje të rreziqeve për ekspozim ndaj përmbajtjeve të papërshtatshme për moshën, dhunës online, bullizmit digjital dhe sfidave të rrezikshme që përhapen në rrjetet sociale. Ajo theksoi se shumë rrallë teknologjia përdoret nga fëmijët për qëllime edukative. Shumë pak raste kemi kur fëmijët e përdorin teknologjinë për mësim apo zhvillim, ndërsa dhuna online dhe përmbajtjet e pakontrolluara po bëhen gjithnjë më shqetësuese, tha Aliu Ahmeti. Edukimi medial ende nuk po zbatohet sa duhet. Sipas saj, edhe pse edukimi medial është pjesë e kurrikulës në Kosovë që nga viti 2016, zbatimi në praktik nëpër shkolla ka qenë i kufizuar. Kjo, sipas Aliu Ahmetit, vjen kryesisht për shkak të mungesës së trajnimeve për mësimdhënësit, mungesës së materialeve dhe burimeve ndihmëse, mungesës së mbështetjes institucionale për ta bërë këtë lëndë funksionale në klasë. Edukimi medial duhet të nisë herët, jo për t'i ndaluar fëmijët nga teknologjia, por për t'i mësuar si ta përdorin atë në mënyrë kritike dhe të sigurt, u shpreh ajo. Përvoja nordike po përshtatet në Kosovë. Aliu Ahmeti foli edhe për projektin me emrin Edukimi Mediatik, ekspertiza nordike në Kosovë, përmes të cilit përvojat e vendeve nordike po përshtaten në kushtet dhe realitetin e shkollave në Kosovë. Ky projekt po realizohet në bashkëpunim me disa komuna dhe synon trajnimin e mësimdhënësve, ndërgjegjësimin e nxënësve për rreziqet online, mësimin e përdorimit të sigurt dhe të mençur të internetit. Nxënësit përmes këtyre aktiviteteve mësojnë për bullizmin digjital, dhunën online, rreziqet nga sfidat virale, mënyrat se si të verifikohet informacioni në internet. Roli i prindërve është po aq i rëndësishëm. Aliu Ahmeti theksoi se shkolla nuk mund ta mbajë e vetme përgjegjësinë për sigurinë digjitale të fëmijëve. Sipas saj, prindërit duhet të jenë të përfshirë aktivisht, duke vendosur rregulla për kohën që fëmijët kalojnë në internet dhe për mënyrën se si e përdorin atë. Teknologjia është pjesë e jetës së përditshme dhe nuk mund ta ndalim, por mund t'i mësojmë fëmijët ta përdorin atë në mënyrë të sigurt, të mençur dhe me vetdije, tha ajo. Në përfundim, ajo theksoi se fëmijët në Kosovë duhet të mësojnë të jenë përdorues të përgjegjshëm të teknologjisë në mënyrë që interneti të shërbejë si mjet zhvillimi dhe jo si burim rreziku.